Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë Vebi Kejtazin e atëhershit, e dikurshit, edhe tashit. Tash me lot krokodilli, a përpara i shajke sa më i ke u qëkën edhe ashim thaqen e gjithë tjertë. Shkojna miq me videon? Në studio edhe në plot vena. Po u qëkaja ka kry krime lufte. Shkojmë tash qërëm? Nuk mundet kjo gjykat në asnjë mënyrë, nuk ka asnjë kuptim nëse nuk akuzohet zoti Thaçi. Pra unë pres që zoti Thaçi me u akuzu dhe pres që ka mu i marë sa i veç me ultu për hapë. Vebi Kejtazit. Në mund që tash në për studio e keni një dhe vetë miqë, që me thonë, jo po kështu, a këta po interesant, po arrojnë që këtë arkivat jesen, qëka të thojmë, jesen, nuk mundë me gëni kërkon. Unë qëka të foli që tash, jesen, mas 5 vjetën më ma që një prapë, jo, se që të ka thonë, unë dirum, pëse po gënjen. Tash, kretë me lët krokodili, po popdhe nuk e halë të fore. Miq, Zoti ju rujt, mire pashën vizit e radhës, kush ka mundësin e follow në Facebook edhe subscribe në YouTube, ja di shumë për falmirës. Zoti ju rujt, pozit e opozit.